Detajet e reja janë zbuluar nga plagosja me armëzjarri e ndodhur në Shkodër, ku mbeti i plagosur let në këmbë 45 vjeçari Genc Hoxha. Sipas dëshmisë së Gucis në polici, konflikti mes tyre kishte lindur një ditë më parë në servisin e tij, ku Hoxha kishte shkuar për të riparuar grupin e timonit të automjetit. Ai ka deklaruar se nuk ishte pjesë të re për zëvendësim, por vetëm një të përdorur, ndërsa mes tyre nuk u arrit marrëveshje për riparim dhe u pagua vetëm kontrolli i automjetit. Gucia pretendon se gjatë largimit Hoxha ka nisur një debat duke e pyetur pse më sheh dhe duke e thyer. Sipas tij, ai nuk i është përgjigjur për të shmangur konfliktin, edhe për faktin se ishte në agjerim. I dyshuari ka deklaruar se një ditë më pas janë takuar sërish në një rrugicë pranë servisit, ku sipas tij Hoxha e ka fyer dhe ka tentuar ta godas me sende të forta. Në këto rrethana, Gucia thot se ka nxjerrur pistoletën duke e qelluar në këmbë, duke pretenduar se ka vepruar në kushtet e vetëmbrojtjes dhe pa qëllim për ta vrarë. Nga ana tjetër, i plagosuri Genc Hoxha ka dhënë një version të ndryshëm për ngjarjen. Ai ka deklaruar se po përpiqeshin vetëm të sqaroheshin, kur pronari i servisit ka nxjerrë armën dhe ka qelluar në drejtim të tij. Hoxha mohon gjithashtu të ketë përdorur fyerje apo të ketë tentuar ta godas. Policia ka gjetur në vendngjarje një gëzhoj që dyshohet se i përket armës së përdorur, ndërsa është sekuestruar edhe pistoleta me të cilën dyshohet se ka kryer plagosjen. Sipas autoriteteve, arma u dorëzua nga i dyshuari në momentin e arrestimit, pak minuta pas ngjarjes pranë banesës së tij.